Popull i dashur, e kam një super lajm për juve që e ndjeni vetën 100% shqiptar. Lajmi i fundit, PE-ja konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së Ibrit. Por po ja ulçej edhe një pjesë që Albin Shqiptaria në vitin 2012 i pa thonë dë fjallë rreth kësaj teme ose rreth kësaj pjese. Hajde ta ndëgjojmë. Ti kur referohem pak një frazë të Albin Kurtit në 2012. Ne jemi ata që vendosim dhe që shkojmë përpara. Ndërkombëtarët thot janë si për nesh, po jo para nesh. Nëse ecim, na ndjekin. Nëse ngjesim, na shtypin. Sinqerisht, jam tepër krenar pasha Zotin e madh që e kom votuar këtë njeri edhe jam për krasi këtij njeri. Besoj pesheni edhe buzëqeshjen edhe energjin temë rreth kësaj pjese sepse por ne me Albin Shqiptaria 100% të qeverisjes tina ja ka kushtuar Mitrovicën dhe ja arriti qëllimit që me bashkue Mitrovicën qysh i ka hije. Prandaj, Albin Shqiptaria mos u dërzë amonit koft, sepse këtyno banalistav, këtyno lirimit e beratav, ju ke dhonë infrakt në zemën me këtë pjesë. Jëm krenar që jëm shqiptar edhe që të kom votu e ty Albin Shqiptaria, të pa që më për jetë e mëtë, si kur te as njo mo nuk ka më në ardhë. Elhamdulillah që të kena e të rujt Zoti prej çdo të keqe.